Pikërisht unë dhe babai. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Sepse është një rast për të kujtuar çfarë na kanë lënë baballarët tanë dhe në pozitë ku jemi sot baballar, çfarë t'u themi fëmijëve për ta kryer sa të mundemi rolin tonë sa më mirë. Babain tim e desha shumë, e kisha shok dhe prind të mirë. Mbi të gjitha ishte një gentil që punoi gjithë jetën e tij të riste të edukonte plot 7 fëmijë. Dhe këtu evidentohet dhe fakti i natalitetit të madh që ka pas dikur shoqëria shqiptare. Babai im ishte zemër mirë, ishte punëtor, burr, zotënir. Mua më edukoi me pasion e dëshirë, me fjalën e bukur, të isha një njeri. Duaje punën, thosh, se të bën të nderuar, të ngrelar, të bën njeri të shquar. Duaje punën si çdo prind i fëmijë, toka ujin, dritën e bimësi. Babai më mësoi si të punoj me pluk, farat e misrit, t'i hedh në ugar, të mbjell fidana speca sheduan, të marr prodhime e të jetoj në fshat. Në mësimet e tij s'kam për të harruar edukatën e mirë, fjalën e kulturuar. Të bëhemi sjellshëm dhe i respektuar, dhe kur disa se kanë merituar. Mëso, thosh, të bësh njeri i mirë, qeni shkopin, mos ta haj me pahir. Kur të shohin të tjerët të falen, të respektojnë, të heqin kapelen dhe të nderojnë. Të jesh gjithmonë shembull për të tjerët. Çdo kohë ti mbjetosh me nder, në botën e madhe të mbetesh për herë, njeri i çmuar, njeri me shumë vlerë. Babain tim e desha aq shumë, e kisha prind shokun më të mirë. Iku nga jeta si zotni i vërtet, krah vëllai të madh mbylli syt i qetë, shkoi tek të shumtit, shkoi në xhenet, s'kam për të harruar, s'e harroj për jetë.